Shikoni pak tani se çfarë ndryshimi bëjnë qerpikët në make-upin tuaj. Me qerpik, pa qerpik. Duket si make-up pa jetë nga kjo ana. Qerpikët duhet jenë gjithmonë zgjedhja e çdo gose kur bën make-up. Unë kam marrë këtë seti nga TikTok Shop, që do t'ua lë edhe linkun sipër emrit tim. Ka në total 4 sete qerpikësh. Ka ngjitsin që ju duhet edhe removerin nëse doni ti hiqni. Është shumë i rëndësishëm removeri sepse mund t'ju dëmtojë edhe qerpikët. Madje ka edhe këtë shkumbën dhe këtë furçën për t'i larë dhe për t'i mirëmbajtur. Keni edhe këto të dyja këto për të krijuar qerpikën, ndërsa kjo kam përshtypjen është kur i lyen edhe me rimel për ata që i lyen përpara, unë nuk i lyej përpara. Patjetër edhe pincetën për t'i vendosur. Unë tani do vendos edhe anën tjetër që t'u tregoj lookun final, po me të vërtetë që ka një ndryshim jashtëzakonisht shumë të madh. Vendosja e qerpikëve dhe mos vendosja e tyre apo jo. Ta qenë edhe goxha të plot. Dor pak sillin nga kjo anë sepse nuk e kam vendosur. Thoni çfarë të doni, po me vërtet që qerpikët janë gjysma e make-upit. Pa qerpik make-upi nuk duket kaq bukur. Do t'u lë linkun si gjithmonë sipër emrit tim, mund ta porosisni atje. S'kem merak se nuk janë fare të vështira për të vendosur. Yll fare.